Autori ishte larguar, kishte marrë dhe vajzën e shtëpisë me vete, domethënë e kishte marrë peng. Menjëherë jam i vënë ndjekje së bashku me një patrull policie. Nga ato momente, nga informacionet e marra, kemi mësuar numrin e kontaktit të autorit dhe kemi telefonuar për të bërë negociata dhe për mësuar vendodhjen e tij. Kemi qenë në komunikime të vazhdueshme për disa orë me autorin deri në momentin që autori është bindur dhe ka kërkuar që unë personalisht të afrohem në vendin ku ai ndodhej së bashku me pengun. Zgjedhja e tij nga negociatat që janë bërë për rreth 2 orë nga momenti që kemi kontaktuar fillimisht deri në momentin që autori ka zgjedhur që ose është bindur që unë të afrohem. Kanë qenë negociata të vazhdueshme. Më pas në mbikëqyrjen e forcave kombëtare të sigurisë, duke rrethuar perimetrin e zonës, unë jam afruar sipas kërkesave të autorit. Jam afruar në vendin ku ai ndodhej, afër automjetit, dhe përsëri në momentin që jam afruar, ka refuzuar përsëri që ta lëshonte vajzën pasi e shikonte si një mënyrë garancie vajzën për të mos i ndodhur asnjë gjë apo për të. Mariglen, cilat kanë qenë më konkretisht kërkesat e autorit? Çfarë dëshironte ai nga Marigleni? Si duhet paraqitej ai pranë automjetit? Autori në ato momente më ka kërkuar që të afrohem i parmatosur dhe i vetëm. Ne kam zbatuar kërkesën e autorit. Dhe në momentin që jam afruar, më ka kërkuar që të më shikonte nëse isha armatosur apo jo. Përsëri e kam zbatuar kërkesën e tij, si në ato momente duhet të bënim pothuajse çdo gjë që ai mos të acarojë apo mos të agravojë më tepër. Pasi qëllimi jon ishte shpëtimi i pengut dhe shpëtimi i jetës edhe të autorit. Distanca më afër që unë jam afruar ka qenë rreth 2 metër dhe në momentin që jam afruar atë distancë, më ka thënë mos bëj asnjë lëvizje më të afrohesh pasi do vras veten. Më pas jam tërhequr, kam vazhduar negociatat me autorin derisa është bërë e mundur që autori të lironte pengun që kishte marrë. Mund të them që ishte një moment i rrezikshëm, por i frikshëm. Në ato momente nuk mendon më për frikën, por mendon se si që të shpëtosh një jetë njeriu, pasi atje çdo sekondë ishte vendimtare. Veprimet duheshin kryer sa më shpejt, pasi gjendja e rënduar në cilën duhet autori në çdo moment mund të agravonte dhe gjithçka tjetër mund të pritej që të rëndonte situatën. Në ato momente kemi menduar vetëm për shpëtimin e jetës së vajzës dhe të autorit, nuk kemi menduar për pjesën e frikës. Vajza ishte në gjendje shumë të rëndë psikologjike, por edhe fizike, pasi kishte edhe dëmtime në pjesën e trupit, të cilat ishin shkaktuar nga autori në momentin kur e ka marrë nga banesa që e ka marrë me vete, pasi vajza ka refuzuar fillimisht dhe është marrë me forcë në momentet e parë. Kështu që kishte shumë dëmtime në pjesën e trupit, dëmtime fizike, dhe të cilat e bënin të pamundur që vajza të ecte. Në ato momente që vajza ka dalë nga automjeti, duhej që të largohej sa më shpejt nga zona e rrezikut. Ishte i vështirë, domethënë, dhe ishte me një bimësi, me gjëmba, bënin të pamundur që të ecje. Kemi marrë në krah për të larguar sa më shpejt nga zona, nga perimetri i rrezikut. Dhe pasi kam vendosur vajzën në një zonë të sigurt, janë afruar punonjësit e tjerë policisë, të cilët e kanë marrë dhe e kanë dërguar për ndihmë mjekësore në spital. Dhe përsëri jam rikthyer te autori për të vazhduar negociatat që të lironte, domethënë të dorëzonte armën dhe që mos të vazhdonte më me situatën. Kam patur vetëm një rast me palët para disa kohësh, kur vajza e cila është marrë peng ka bërë një kallëzim penal për autorin, i cili është arrestuar nga ana jonë për përndjekje. Dhe ky ka qenë vetëm një rast që unë kam patur kontakt.